Zoti Islami, një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Sarandë ku një person është ekzekutuar me armë zjarri si pasojë e një përplasje në biznesin e tij. Çfarë po ndodh me këtë vend ku shkohet nga një ngjarje kriminale tek një tjetër? Ndodh ajo që ka gatuar dhe që ka organizuar, orkestruar dhe për regji ka Partinë e Punës së Shqipërisë, të cilës i intereson nuk bën dot më luk klasash tani, nuk I fut dot më njerëzit në burg për si kundërshtar politik, por I vë të vriten me njëri tjetrin. Pra intereson rrëmuja, katrahura, pasiguria, me qëllim që ata të qeverisin lehtë, të rinë të vjenin rehat, të vjenin siç po vjenin ditë për ditë, dhe të mos përgjigjen në sekundi. Dhe gjithçka që ndodh, që gjitha këto kanë një mburoj kryesore, një ombrell. Partinë e Punës, Edi Rama, qeveri, atë lum që është mbushur parlamenti me ta bashkë, se nuk po qeverisin, nuk po bëjnë ligje politikan, nuk bëjnë ligje jurist, bëjnë ligje zëngjinet me shoqe. Pra, këtu është ka ta ndisur Shqipëria, këtu janë ka ta ndisur shqiptarë. Pak kemi mbetur që jemi shqiptarë në këtë vend, keq më vjen, është fatkeqësi, por s'kam që bëjtë se për pajtim. Zoti Islami, që të ndalemi sërish te kjo ngjarje dhe për ta parë më në detaje ku janë zbardhur, po themi, dhe informacione të tjera, ku bëhet me dije se ngjarja e ndodhur në qafë 6 të Sarandës, pra ka ndodhur në një lokal në pronësi të viktimës Recep Ismaili, I cili ndodhe në tavolinë bashkë me persona të tjerë dhe autori dyshuar I vrasjes Lulzim Tabaku ka shkuar bashkë me persona të tjerë në lokalin në pronësi të vëllezërve Ismaili për t'u sqaruar për një konflikt të mëparshëm. Fillimisht autori ka debatuar me 66 vjeçarin dhe më pas janë përleshur fizikisht. Dyshohet se Recep Ismaili ka marrë armë zjarri automatik, pra mendohet Kalashnikov, dhe ka qelluar drejt grupit të personave me të cilët u konfliktuar. Por më pas është qelluar nga Lulzim Tabaku, pra siç dyshohet paraprakisht, me një plumb që ka marrë dhe në këtë rast ka gjetur vdekjen. Në këtë rast, kur ju e lexoni, po themi, gjithë këtë informacion, të paktën paraprak deri më tani nga hetimet që janë kryer deri më tani, çfarë ju shkon në mendje ose me çfarë vendi kemi të bëjmë në këtë rast? Përgjithsisht këto janë larje hesapesh, përgjithsisht. Dhe larje hesapeve fillon që nga trafiku I kokainës në Shqipëri, nga pazaret që prishen, mund ketë në këtë rast nuk e di çfarë arsye kanë, çfarë shere kanë pasur, ku ka qenë burimi, sepse duhet hetuar për të folur për një rast të tillë. Dhe mundësitë për të hetuar janë të plota dhe të pafundme. Çështja është sa hetohet dhe sa I hyn hetimit në thellësi, domethënë vertikalisht dhe horizontalisht. Sepse të paktën nga Saranda kam rastin që është mbuluar një vrasje dhe është kamufluar si aksident rrugor nga prokuroria e Sarandës, nga gjykata e Sarandës. Dhe që aktualisht vajta 7 tani që po merremi me atë çështje dhe akoma drejtësia nuk po jep zgjidhje. Kam shpresë që do marr rrugën e dur, tani ka marr rrugën e dur dhe do zgjidhet. Problemi I asaj vajzës që vran në Borsh, se atë ka vrarë I fejuari, I dashuri saj, nuk është mbytur me ujë, siç doli nga dëshmitë e personave që qenë në vendngjarje. Por do vim tek qafë gjashës. Policia e shtetit e di çfarë ka ndodhur atje. I di dhe marrëdhëniet midis tyre. Qytetarët, komshit, banorët e din shumë mirë se çfarë ka ndodhur. Se nuk mund ta shehin. Çështja është sa kanë kurajo të flasin dhe sa kanë besim të drejtësia që do shkojë drejtësia në vend. Besimi është 0. Besimi të drejtësia në shqiptar është 0. Pra, u bë një ashtu quajtur reformë drejtësie, në fakt u bë pastrim I radhëve të drejtësisë nga gjyqtar dhe prokuror
jo me përbërje me prejardhje komuniste. Kjo është bërë në drejtësi shqiptare. Të mos i gënjej mendja shqiptarë se do gjejnë drejtësi, të harrojnë. Nuk ka drejtësi, ka vetëm drejtësi partjake, ka vetëm urdhra partjak, ka vetëm drejtësi komuniste, por e kamufluar me të rashëquajtur reformë drejtësi. Dhe shikojni faktet, shikojni janë, domethënë në fillim u thanë kur u shpall që do bëj reforma në drejtësi, u tha që ish prokuror dhe gjyqtarët që dalin nga vettingu nuk do jenë më në sistemin e drejtësisë. Janë që të gjithë avokat përjashtuar. Që të gjithë. Po a them unë, gjyqtarë dhe prokuror të përjashtuar nga sistemi aktual i drejtësisë janë që të gjithë avokat. Pra, po këta avokat si me kë bashkëpunojnë me ish-kolegët e tyre të djeshëm që janë në karrike. Pra, kam të drejt të Zoti që të them që jo vetëm që nuk është bërë reformë drejtësi, po është pushkatuar drejtësia, është ekzekutuar. Zoti Islami, një version tjetër i ngjarjes ka të bëj edhe po themi me një lloj rrëfimi tjetër ku bëhet e ditur se disa persona kanë shkuar në lokalin në pronësi të Ismailit duke kërkuar një person tjetër pra për ta rrëmbyer. Dhe në këtë rast Recep Ismaili, pra 66 vjeçari, ka deklaruar se djali është në vendin ton, pra në shtëpinë tonë dhe nuk e prekni dot. Në këtë rast, ju sa e besoni version të tillë, se më pas sherri ka degraduar ashtu siç e përmendëm më lart, ku mbeti i vrarë dhe 66 vjeçari. Shiko, bëmi atje unë pa e ditur, ju më dha tani informacionin që pas ka vajtur djali tjetër ka nisur sherri dhe dikush është kërkuar që ka qenë në atë lokal. Pra, këta janë nuk ka qenë djali i tij, ka qenë një person që ndodhej në lokal dhe kanë shkuar persona të tjerë për ta rrëmbyer. Dhe ai i është drejtuar që mos e prekni sepse është në shtëpinë tonë. Shumë dakord. Pra, ka rregulli kanuni mira vjeçar që mikun në shtëpi nuk të vritet. Dakord jam me ty. Problemi është këtu. Përse kanë vatur ata? Pse do diskutonin atje? Çfarë pazaresh kanë bërë? A ka kamera sigurie atje? Ka regjistrim të bisedave që bëhen? Se policia e shtetit i ka të tëra zotëri. Dhe policia e shtetit në gjitha lokalet duhet të bërë mjete përgjuese që të regjistrojnë të tëra bisedat veçanërisht kur janë në grupe të kësaj natyre. Se aty bëhen pazaret, aty bëhen dhe marrëveshjet, aty bëhen dhe hakmarrjet, aty bëhen dhe krimet, aty bëhen dhe vrasjet. Pra, janë të lidhura. Është ajo që thash që në fillim, është thjesht prishje pazaresh. Pra të kanë vatur atje. Ka degraduar natyrisht që janë s'kanë në dakord, ka degraduar biseda, ka degraduar rasti dhe kanë shkuar pasaj në përdorimin e armëve. Tani këta që qenë atje të armatosur, ku i gjetën armët? Pse janë të armatosur? Ai që vate i armatosur, pse do shkon të i armatosur? Pra diçka ka pasur të kaluar. Dhe pikërisht këty është dhe kjo është shina që duhet të ndjek policia e shtetit dhe policia kriminale për të zbuluar të vërtetën. Por problemi nuk është tek Saranda, ka pasur dhe do ketë Saranda të tjera, do ketë. Pra që në kosa Edi Rama vetë përdor kokainën dhe nuk thot se ku e gjën. Në një kohë që konsiderohet që është ndaluar të qarkullojë në Shqipëri. Pse shkojmë larg? Ne kemi ujkun që na duhet gjurmët. Është filmuar në zyrën e tij duke marrë kokainën, qoftë në bashki, qoftë aty. Ku e gjën? Ku e gjën? Të na përgjigje Edi Rama, krye narkomani i Republikës. Zoti Islami, në këtë rast, të paktën nga hetimet e para, dyshimet janë se mund të bëhet fjalë për një konflikt pronësie dhe për larje hesapesh në këtë rast. Gjithsesi kjo do t'i mbetet hetimeve më teshme për zbardhur motivin e vërtet kësaj ngjarje. Ndërkohë, 66 vjeçari ka qenë edhe kryetar i shoqatës Çamëria të Degës Sarand. Si mendoni, a ka një lidhje në këtë rast me faktin që ai ka qenë, pra ka mbajtur postin e kryetarit të Degës Çamëria në Sarand? Edhe kjo pistë nuk përjashtohet.
Sepse grekët janë aktivizuar jashtë masë tani, shumë fare, me lejen dhe me hapësinë që ka krijuar kryeministri juaj Edi Rama. Të tëra janë në tavolinë, por opsioni kryesor është prishja e pazareve. Nuk ka, dhe vemi nga vemi, kur thatë ju tek që mendojnë se ka konflikt pronësie, do shkojmë të drejtësia. Do shkojmë të ASHK-ja, të hipoteka të cilën e mori në drejtim personal krye trafikati i droguari Edi Rama. Pse e mori në drejtimin personal? E mori sepse janë ndryshuar të tërë topografët e hipotekave që kanë mbetur sot në Shqipëri, përfshirë hipotekën qendrore, të cilët bëjnë ndryshimin e hartave kadastrale dhe pronat private i emërtojnë shtetërore dhe shkojnë pasaj i thonë qytetarit, shtet kjo e dimneve se ku do të çojmë. Dhe duke quajtur shtet e vjeni ja u japin njerëzve të tyre. Kjo është metoda që viden pronat në Shqipëri. Ky është dhe shkaku që një nga shkaqet që ata mund të kenë pasur konflikt me njëri tjetrin për punë pronash. Se nuk u bë ajo që qytetarëve të jepen pronat që kanë gjetur, që ka regjistruar shteti shqiptar, shteti komunist në 1946. Po u bë një tjetër gjë, u bë një vjedhje, një grabitje e pronave të shqiptarëve nëpërmjet ligjit 7501 dhe personat që kanë trashëguar pronën e babait tyre nuk ja falen atij që e ka dhënë atë pronë. Unë i kam thënë bashkëqatarit tim që i kanë dhënë tokën time në volëm. Mos e gëzoj që i kam thënë. Dhe nuk do ta gëzoj. Pra, këtu jemi zotëri, të 7500 të pronave dhe të hipotekat. Vemi të drejtësia, nga do që shkosh, stërmullari kryesor i mbrojtjes dhe nxitjes dhe rritjes së krimit është drejtësia. Mos e harroni vrasjen e gjyqtarit në gjykatën e apelit në Tiranë. Mos e harroni, flet shumë. Ajo është ulërim, ajo është siren alarmi për gjithë magjistratët dhe për gjithë gjyqtarët dhe prokurorët e Shqipërisë. Lutem dhe shpresoj te Zoti që të jetë rasti fundit ai.